Ta ngrejmë dhe atë pyetjen, ta ngrejmë. Jo, nuk shkërp tani. Daniela, një zhvillim i rëndësishëm ndjen në Partinë Demokratike, nëse mund ta quajmë të tillë, se u përfol shumë për një ripërtëritje, për një ndryshim, proces me të rinj brenda, por nëse u quajt i tillë deri në fund apo jo, se disa jo, qëndruan. Ka patur, po themi, emra që kanë ardhur risi në këtë proces, një proces që dje u mbyll me gjithë fazën e zgjedhjeve që zhvillohen në Partinë Demokratike për kupolën drejtuese, për sekretariatet, pra për të gjitha qelizat vendimarrëse në Partinë Demokratike, por sigurisht që ajo që nuk prek dot ripërtëritja në partitë e mëdha, se nuk ndodh vetëm tek Partia Demokratike, ndodh edhe tek Partia Socialiste, është që nuk preken njerëzit e besuar të kryetarit. Në këtë rast, sikur se ka ndodhur gjatë votimit të ditës së djeshme, është po themi një rikonfirmim i numrit 2 të partisë, njeriut më të rëndësishëm në parti pas kryetarit që është sekretari i përgjithshëm, është rikonfirmuar Flamur Noka si sekretari i përgjithshëm, edhe këtu edhe pse po të më pyes është mua personalisht në base në atë parti nuk ka punuar askush më shumë se sa zoti Noka për qenë në krah të zotit Berisha, por fakti është që ripërtëritja nuk preku, po themi kupolën drejtuese që ka të bëjë me sekretarin e përgjithshëm dhe me 2 nënkryetarët që nuk ju nënshtruan votimit, që është Gazmend Bardhi dhe Agron Qekmarkaj. Për këta 2 po themi argumenti që përdor kreu i Partisë Demokratike është fakti që ata janë kryetari grupit dhe nënkryetari kuvendit dhe duke qenë se kanë këto 2 poste, statuti i Partisë Demokratike përcakton që janë automatikisht edhe nënkryetari të Partisë Demokratike. Ajo që mund konsiderohet gare fort që ka qenë gjatë ditës së djeshme ishte ajo mes Belin Këlliçit dhe Luciano Boçit, një gare fort për atë që përfaqësojnë të dy në Partinë Demokratike, por që do të jetë zoti Këlliçi nënkryetar, sepse ai po themi triumfoi në garën me zotin Luciano Boçin, ndërsa po ashtu nga radhët e të rinjve Nikola Kedhi do të jetë nënkryetar dhe nga po themi gratë, por që erdhën nga diaspora, Erisa Bajaziti do të jetë nënkryetare. Këtu vuri një theks të veçantë zoti Berisha në fakt e Bajaziti, duke theksuar që diaspora në vazhdon edhe të prurjeve që ka sjellë Partia Demokratike dhe zoti Aga është një prej tyre nga diaspora, një vend veçantë dhe nënkryetar ka vendosur të ketë, po themi edhe dikë nga diaspora. Edhe pse unë këtu po ashtu, nëse do pyetëm për mendimin tim personal, kam rezervat e mia,